Nga data 21 prill deri më 23 maj 2025 do të zhvillohet edicioni i tretë i sondazhit kombëtar të studentëve, një nismë e rëndësishme për të vlerësuar cilësinë e arsimit të lartë në Shqipëri. Drejtoresha e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, Gjiliola Bixheku, theksoi rëndësinë e këtij sondazhi, duke e cilësuar atë si një mjet të vlefshëm për të identifikuar problematikat dhe për të përmirësuar përvojën akademike të studentëve. Sondazhi kombëtar i studentëve ka si qëllim marrjen e mendimit të studentëve në 360 gradë për të kuptuar se si studentët janë ndjerë në institucionet e arsimit lartë që ata kanë zgjedhur të studiojnë. Sondazhi është ndarë në 6 fusha kryesore, ku vlerësohet infrastruktura, programi i studimit, informacion të përgjithshëm, feedbacku që marrim nga programet e studimit dhe ajo që është më rëndësishme është zëri i studentëve dhe mbështetja e tyre. Pra kjo është, le të themi, pika kryesore se sa të mbështetur ndjehen studentët në institucionet e arsimit lartë. Megjithatë, Bixheku shprehu shqetësimin për pjesëmarrjen e ulët të studentëve në edicionet e kaluara, duke theksuar se angazhimi i tyre është kyç për të sjellë ndryshime konkrete. Vitet e kaluara në 2 vitet ka qenë pjesëmarrja 22% dhe ne do donim shumë që këtë vit të rritesh që të kishte edhe një signifikancë më të madhe dhe të dhënat që ne do merrnim të ishin akoma më të sakta. Sondazhi mbetet një mundësi e rëndësishme për studentët që të shprehin mendimin e tyre dhe të kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë së arsimit në Shqipëri.